Aktivisti për të drejtat e shqiptarëve në Medveq, Preshev dhe Bujanoc Muharrem Saliu i ka kërkuar atit të shenjtë të ndihmojnë në mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe të njohë pavarësinë e Kosovës. Në një postim në rrjetet sociale ai ka ndarë një pjesë të bisedës me Papa Leon. Ndjehem shumë i lumtur që ndodhem këtu sot, ju sjell përshëndetjet e komunitetit shqiptar në Itali dhe admirimin dhe respektin e thellë që populli shqiptar dhe kudo ata ndodhen në botë ushqejnë për ju. Unë i përkas shqiptarëve që jetojnë në Serbi, një komunitet prej rreth 200.000 banorësh. Aktualisht në jug të Serbisë po zhvillohet një spastrim etnik digital përmes pasivizimit të adresave. Ndërkohë që ky proces po vazhdon, Serbia i deklaron komunitetin ndërkombëtar se kjo çështje do të zgjidhet me arritjen e marrëveshjes përfundimtare me Kosovën. Prandaj shenjtëria juaj, njohja e Republikës së Kosovës nga Selia e shenjtë do të jepte fund këtij deportimi modern. Për këtë çështje, unë i kam dorëzuar bashkëpunëtorëve tuaj një material të detajuar dhe njëherë ju shpreh mirënjohjen e thellë për pritjen e ngrohtë që më rezervuat, shkruan Saliu, i cili aktualisht është kandidat për Këshillin Rajonal të Venetos në Itali, ku garon në provincën e Venecias dhe Trevizos, i pari shqiptar që synon një post të tillë.